Përshëndetje nga unë Gjeni. Kam bërë turshit më të lehta që ekzistojnë këtë herë. Kam përdorur bazën patlıcan, spec, hudhër dhe majdanoz. Fillimisht patlıxhanet do t'i presim në këtë formë ose në gjysmëradhë kur janë shumë të mëdha. Në një tas të madh do t'i përziejmë me një lugë gjelle krip dhe ujë të nxehtë me diçka të rëndë sipër që të rrinë në ujë. Më pas, me grirsen Multipro Go, e cila ka bërë gjithë punën, të them të drejtën këtë herë, do të grim specin në gjysmë, do ta presim, e më pas, duke kaluar në aksesorin e diskut, i cili do të gri në mënyrë uniforme të gjithë specat, për rreth 1 minutë kam ngrirë gjysmë kile speca. Shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë dhe të shijojnë më shumë kur gjëja është e servirur bukur, patjetër. Më pasi i grim të gjithë specat, kam përdorur për këtë recetë 1 kg patlıcan, gjysmë kilogram speca, 2 kokra hudhër, të cilat përsëri i grim në aksesorin e rendes, e cila është me feta, dhe për të grirë majdanozin kam përdorur grirsen e thjeshtë, e cila do ta kthem majdanozin në një grimc të vogël, siç duket në video. Të tre këto përbërës do t'i shtypim pak me duar së bashku dhe do t'i shtojmë uthull molle, 2 lugë gjelle, do t'i shtojmë vajin e ullirit, 1 filxhan kafeje dhe krip sipas shijes. Do t'i shtypim rreth 1 minutë e më pas do t'kullojmë patlıxhanet, do t'i bashkojmë së bashku, t'i përziejmë që të marinohen dhe do t'mbushim kavanozin. Për 3-4 ditë janë gati për të konsumuar dhe super të shijshme dhe të thjeshta.